Ndoshta ndihesh e shkëputur nga Allahu dhe të duket sikur ke mbetur prapa. Ndoshta sheh të tjerë duke ecur përpara dhe në zemrën tënde lind dyshimi, a më ka harruar Allahu? Por unë jam këtu për të kujtuar që jo, ai nuk të ka harruar, këto janë vetëm vesvese, dyshime që të shejtani përpiqet t'i mbjellë në zemrën tënde për të larguar nga mëshira e Zotit tënd. Allahu është Er-Rahman, më i mëshirshmi, ai të njeh më mirë se ç'njeh veten. Ai e di se çfarë ka nevojë shpirti yt, edhe kur ti nuk e kupton. Ndoshta kjo që e sheh si vonesë është në të vërtetë mbrojtje. Ndoshta ajo që e quan refuzim është udhëzim dhe ridrejtim. Ndoshta ai po të përgatit për diçka shumë më të madhe, më të mirë, më të qëndrueshme. Ndryshon mënyrën se si e sheh situatën. Shiko bekime edhe aty ku ka sprova, edhe aty ku ka dështime. Shiko urtësi edhe aty ku ka pengesa, sepse çdo gjë ndodh me caktimin e tij dhe Allahu nuk bën gabime. Ti nuk je vonë, ti nuk je harruar, ti je pikërisht aty ku duhet të jesh. Mbështetu tek ai sepse ai nuk e humb asnjë rob që e kërkon me zemër të sinqertë. Ki sabër, ki besim, sepse fundi i bukur i përket gjithmonë atyre që kanë duruar dhe kanë besuar. Koha jote